Shikoni se si është mbushur kumbulla si vjet, plot. Kemi përgatitur receta të ndryshme me kumbulla, por një recetë që ma keni kërkuar është receta e pistilit të kumbullës. Fillojmë me shpjegimin e recetës hap pas hapi. Fillimisht do mbledhim kumbullat, do t'i pastrojmë nga fara, do t'i vendosim për të zier me shumë pak ujë derisa të tretet fruti. Në momentin që fruti është tretur, e kalojmë në sit dhe do marrim vetëm tulin e pastër të kumbullës. Më pas do ta vendosim në furrë në 150 gradë për 1 orë ose 1 orë e gjysmë duke e trazuar vazhdimisht, dhe kur masa e përgatitur të ketë avulluar ujin dhe të jetë trashur plotësisht, do ta shtrojmë atë në një tavë, duke e hapur sa më hollë që të mundemi. Dhe tashmë pistilin e kemi gati për ta tharë. Do ta vendosim në një vend të ngrohtë dhe do ta mbajmë të mbuluar gjatë gjithë kohës me qëllim që rrezet e diellit mos t'i bien drejt për drejt. Gjatë kësaj kohe e kontrollojmë her pas here dhe kur pistili të jetë tharë, siç e shikoni edhe vet, ai shkëputet nga tava lehtësisht. Ka një aromë dhe shije fantastike. Këtë pistil mund ta ruani për një kohë të gjatë dhe ta konsumoni siç është ose ta shtoni në përgatime të ndryshme. Një recetë që unë preferoj ta shtoj shumë pistilin është jani me mish, por të them të drejtën, ja kam ndier lezetin edhe kështu siç është, sepse jo vetëm që është shumë i shijshëm, por i ka të gjitha vlerat ushqyese brenda dhe ç'është më e mira, kjo recetë ka 0 gram sheqer të shtuar, vetëm 100% ëmbëlsinë natyrale të frutit. Receta në vazhdim është kumbulla të thara ose oshafka, siç i thon nga zona e burrit tim. Në këtë mënyrë ruajtje, kumbullat mund t'i shijoni gjatë gjithë vitit edhe kur pema e kumbullës mos të ketë më gjethe në deg. Shumë të thjeshta në përgatitje, vetëm se duhet të siguroheni që për këtë recetë kumbullat të jenë të pjekura mjaftueshëm. Sa më të pjekura të jenë ato, aq më të mira dalin gjatë tharjes dhe kumbullat që kanë tul mjaftueshëm janë akoma edhe më të shijshme për këtë recetë. Po si do veprojmë? Fillimisht do t'i lajmë, do t'i fshim nga uji i tepërt, i presim në mes, ju heqim farën, do t'i rendisim në tavë siç e shikoni dhe në video, me hapësirë nga njëra tjetra dhe do t'i lëmë në diell të mbuluara për 3-4 ditë derisa kumbullat të janë tharë dhe t'i kemi gati për t'i vendosur. Për të ruajtur është mirë që t'i ruajmë gjithmonë në vazoj qelçi dhe këto kumbulla i keni gati t'i shijoni për gjithë vitin. Dhe në pjesën e fundit të videos po ju lë në shoqërinë e kësaj recete që nëse jeni të interesuar ta shikoni të plot, të më shkruani te komentet dhe unë do ta përgatis me kënaqësi të shpjeguar hap pas hapi se si ta përgatisni dhe ju marmallatën e kumbullës në shtëpinë tuaj. Kjo recetë në fakt më sjell shumë kujtime dhe nostalgji nga koha kur në dyqanet e sistemit socialist shitej marmallata dhe ne mezi prisnim të shkonim dhe ta blinim sepse na shijonte aq shumë. Personalisht preferoj marmallatën para reçelit sepse merr më pak sheqer dhe ron për një kohë më të gjatë, plus që fruti këtu është më i koncentruar. Ju falenderoj që jeni pjesë e kanalit tim, i shikoni dhe vlerësoni këtë video duke komentuar gjithmonë me dashamirësi. Ju përshëndes.